Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Mbështetësit e koalicionit Pro Familjes ju bashkuan marshimit protestës kundër politikave për terapitë hormonale në spitalet publike. Nga sheshi Skënderbej, pastor Akil Pano, një nga drejtuesit e koalicionit, kërkojnë ndër të tjera dhe shfuqizimin e ligjit për barazin gjinore si momenti që japi derën zbatimit të protokolleve për terapitë hormonale. Ky është ligji që ndan shqiptarët, nuk e mbron familjen. Dobson familjen, ky është ligji që nuk sjell barazi. Hap derën për transformimin ideologjik që prek shkollën, arsimin, edukimin, familjen dhe fëmijët tanë. Kërkesa e dytë, shfuqizimin e menjëhershëm të çdo vendimi që lejon terapitë hormonale dhe ndërhyrjet e pakthyeshme kirurgjikale të komunitetit shqiptar. Asnjëri nga ju nuk ka një djalë për ta kastruar, për ta tredhur. Asnjëri nga ju nuk ka një vajzë për ta shtruar sterile. Nga 1 qershor hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri në detyrë Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parasheh funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përplasje në distancë mes kryeministrit Kosovës me kryetarin e BDI-s. Shqetësuese i komentoi Ali Ahmeti deklaratët e Albin Kurtit mbi statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti kujtoi se marrëveshja e Ohrit është themeli të drejtave të shqiptarëve në vend dhe është arritur me sakrifica dhe gjak të derdhur. Ndër të tjera, kryetari i BDI-s kritikoi dhe koalicionin Blen me pretendimin se nuk ka legitimitetin e votës shqiptare, duke i bërë thirrje që të mos sakrifikojë çështjet kombëtare për interesa politike. Michael Jongut është propozimi i shtëpisë së bardhë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Emërimi i tij duhet kalojë procesin e konfirmimit në Senatin Amerikan përpara se ai të marrë zyrtarisht detyrën në Beograd. Shtëpia e bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, ku që nga viti 2024 udhëhiqet nga një ngarkuar me punë. Krahas asaj, për rajonin e Ballkanit është nominuar Ronald Johnson nga Massachusetts si ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Peter McCoy nga Karolina e Jugut për ambasador në Maltazi. Në mesin e nominimeve të tjera diplomatike janë dhe propozimet për ambasador në Brazil, Kolumbi, Egjipt, Lituani, Moldavi dhe Kenya. Bota. Rusia vijon me sulmet masive mbi kryeqytetin e Ukrainës. Sulmet ruse shkaktuan të paktën 11 viktima në mbar Ukrainën, 4 prej tyre në Kiev. Raketat dhe dronët goditën kryesisht Kievin, qytetin qendror Dnipro dhe qytetet lindore Poltava, Kharkiv dhe Zaporizhia. Alarmet për sulme ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës në orët e para të së martës. Sulmet vijnë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përsëriti të ënën paralajmërimet për një sulm të madh të mundshëm rus dhe u bëri thirrje banorëve të kushtojnë vëmendje të veçantë alarmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se pret arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e arpushimit dhe rihapjen e ngurtitës së Hormuzit brenda javës së ardhshme. Duke folur përmes telefonit me korrespondente në Washington të ABC News, Trump tha se një marrëveshje e paqes mund të jetë edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Një draft marrëveshje ndërmjetësuar nga Pakistani javët e fundit është përcjell mes 22 palëve, teksa shumë pa siguri përcjellin negociatat. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët jetike detare përmes së cilës kalon pothuajse 20% e furnizimit botror me naftë nga gjiri drejt tregjeve ndërkombëtare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.